Si është më mirë, lidhje me dashuri apo shkuesi? Me dashuri. Pse mirë me dashuri? E zjerë kollaj. Njerëzit si ta ndjejnë. Si ta ndjejnë? A ka burra sot apo jo? Ka burra si s'ka. Burra ka. Po numërojnë me gishta edhe nuk ka bashkim të unitetit shqiptar, se paraja i përçanga dhe interesi njerëzit. Çfarë bën një burr, tamam burr? Libri dhe arma dhe fytyra. A ka burra sot apo jo? Allah, ka, sa dushke. Si Dash Sula? Nuk i njoh këta. Dashnor Sula, ishte deputet i PD-s, kaloi me PS. Nuk i njoh. Nuk e jo. Dashnori kishte ngelur si i vobek të PD-ja dhe u hodh të PS-ja me KÇK kap qatë të kapim edhe ta shesi kur të doj. Dash Sula i shkreti kishte disa vite që kërkon të kishte i qik pushtet. Hyri me pras në parlament. Vje keq, hyri me shumë, ajo ishte, bon, si të mund ngutja e ti, se s'duhet me, se ka thonë as njëherë me ndot mrap me se që vje, më në funa i kërkote ishte i qik, do më në kjo është i qik karierizm, për karierizm, a i kërkoj ati këtë vjetë të vetë nuk e gjeti, unë di që Dash Sula ka pasmur 11.000 vota, dhe Dash Sula nuk u vlerësua. Kashta edhe Çakmaku po digi pak. Dash Sula gjuti Ramën apo Rama gjuti Dash Sulën? Dhe u bashkun bashkë. Rama i ka gjuj këtë, jo vëj Dash Sulën, mos u latë. Mos e hish benen, a i ka për të aprovu edhe ka për të qitë s'ken. Sula ka përvu shok të vetë, jo Sula. Dashin, e? Po Sula nuk kam prej Elbasari. Se nuk mori... Nga është ki? Nga Peqinja. S'ka mundësi. Tani? Elbasari e konë qyteti i kulturës, atje më shkolla e parë normale. As Dash Sula nuk është për Elbasari, as ai qyteti që më janë ministrit. Si ka mundësi që ky mori Dash Sulën, ndërkohë që mund të kishte shumë njerëz tjerë nga PS-ja. Njerëz vetë besueshëm. Shkoi besoi Dashnor Sulës një post kaq të rëndësishëm. Shiko, ti kur të fuqish shokin ta, merr pa rrugës Merkada. Ka qenë rrugës i mbledh. S'ka shok në këtë jetë toti. Ha? Nuk ka shok në këtë jetë i Ja. Dash Sula ka me përhënues ato shok të parë. Kot ka him ata. Unë tha më mirë rritet të shpeje vetë pa punë. Kuza përdorojnë Dash Sulën? Ha? Kuza përdorojnë? Kushta A the që Dash Sulën ka për ta përdornuar? para. Aje ka po shokin. Se kom bon, ashti. Dash Tani Sula. ka efektuar ajo nëna, KÇK-ja erdhi nga PS-ja. Aje ka po i ka përvu këtë shok. Këto gjëra këta thua? Ha? Apo e kanë kuptim figurativ? Jo, jam i besueshëm. Fjallën teme, i besueshëm. Sa i merr shokt, i fut në burg, e thotë unë s'kam marrë se të keshe. Ju hyni burg me la vetin. E kuptat? Pra vazhdon e të eci përpara, vetëm përpara. Kush të ecë para? Rama, Hecet me kokë para, o biri, jo me kam. 13 vjet me këm ka eca ai dhe ja ka dalë. Po me kam, jo, ki për ta pas ja ka. Te mjerimi ka shku lajmësi. Te paraja ka limur dashuria, interesi. Po Nuk mund ta shpjegoj më them. Po kjo dashuria Dash Sula Rama, si ishte me shkruesi apo me lajmësi? Inshallah s'ngel zemër në ajër. Shqeta fare, plas. Unë kam qenë 7 vjeç. Kur di plaka, kohën e Sultan Navruzit, se festohet Sultan Navruz, kishin bon një litar prej kashte, e ja kishin unë pëmës ati, edhe kjo plaka tjetër kishte një kosovare, ose spatë, që ti thënë jo. Edhe i thujta ata e lisit, a do të bosh me mi atë hinë, po nuk e prekte me atë kosovare, po i thujta atë fjallën, i thujta do të bosh me thes apo të pres. E kuptat? Kjo puna Dash Sulës. E kuptove? A, ko kashta. Ka tërë kohë pikë pyetje, po e vërteta nuk gjendet, se është vështirë të them. Më mirë me dashuri apo shkruesi? Ti si mendon? Të dyja kanë dhënë rezultate të kënaqshme. Më mirë ka qenë me dashuri, në fakt, po më e qëndrueshme ka qenë shkuesia. Sepse në vazhdim pastaj do të kanë shkuar edhe më mirë se sa me dashuri. Se me dashuri në fakt nganjëherë janë shtu dhe nozet dhe çiftet kanë pas dhe probleme. Shkuesia është pak më zyrtare. Ka qenë flas për të kaluarën, auto se tani shkuesia edhe tani ekziston, po më pak. Ka mundësi djemt ose vajzat shqiptare sot me mundësitë ekonomike që janë të dashurojnë? Më tepër janë të shërentuar se mundësi të dashurojnë kam, kemi qenë më të varfër përpara, edhe dashuri ka patër dhe të shkëlqyer, dhe shumë mirë dhe shumë besnik.
Ndoshta ka qenë pa hile atëherë. Pa hile ka qenë edhe sot, po sot janë të orientuar, njerëzit i kanë orientuar, shohin shumë gjëra, shohin shumë veprime, kërkojnë që t'i arrijnë të gjitha, faktikisht jo të gjitha ose jo me të gjithë mund të jetojnë një lloj. Mund të ketë interes monetar në dashuri. Mendoj që sot shumica e rasteve ndoshta gati 70% më tepër interes monetar. Por po ndiqja dje një kontrat para martese dhe secili nga partnerët do të përdor vetëm pjesën e vet të ekonomisë. Dhe kjo bie poshtë. Nëse ti bën një bashkëjetesë ose një martesë dhe me atë kontratën e para martesës, secili përdor pasurinë e vet, vetëm pasuria që vihet mas martese, pastaj ajo ndahet. Ose nëse nuk ka një kontratë, atëherë do të ndahet prapë ndysh me sipas kritereve ligjore, sipas. Edhe në dashuri që ka interes. Them që po. Sot sidomos mendoj tani ne kemi një moshë tjetër dhe ndoshta s'duhet më shumë konsiderat, po unë them që sot më shumë është interes. Më shumë është interes, ajo dashuria e bukur, dashuria e sinqert, ajo dashuria e ciltër, ajo dashuria që nuk shifej kur gjo pasuria, shifej shpirti i njeriut, sjellja e njeriut, kultura. Nuk besoj që ekziston. Ndoshta jam gabim, po nuk është Ndoshta edhe politika ka ndikuar në këtë mes. Ndikon po. Politika ndikon më shumë bile. Politika, këto publicitetet Si një zotërim me horizont që jeni juve për të shkuar prapë edhe një herë tek ajo lidhje e kryesi apo me dashuri. Dash Sulun me Ramën, ishte dashuri me shkryesi apo me dashuri? Dash Sula i shkreti kishte disa vite që kërkonte të kishte i çik pushtet. Hyri me pras në parlament. Më vje keq, hyri me shumë, ajo ishte, si të mund ngutja e ti, se s'duhet me, se ka thonë asë njëherë me ndot mrap me se që avje, më në fund a i kërkote ishte i qik, kjo është i qik karierizm, për karierizm, a i kërkoj ati këtë vjetë të vetë nuk e gjeti, unë di që Dash Sula ka pasmor 11.000 vota, dhe Dash Sula nuk u vlerësua, nuk u vlerësua nga partia në cilën aderoj, në cilën sakrifikoj që merte 11.000 vota. Nuk edhe ai kërkoj të shkon të dikun që të vlerësoj, nuk është naj punë të rastija jo. Parti shqiptare janë, nështë bile, aty s'duhet rindaj, mendoj, një njeri inteligent, njeri intelektual, një njeri progresist. Ti si mendon, Dash Sula gjujti Rama dhe Rama gjujti Dash Sula? Jo, Rama nuk është se gjujti Dash Sula, ai gjujti Ramën, ai kërkoj një vend, Rama jo afroj një mundësi. Nuk është se gjujti Rama, ka sa dush për të funë atë pozicion pune, ka mendoj unë, jo mendoj, po ka sa dush. E bën ai për kryeинspektor thotë? Po ky tani është i çik si me ashtu i çik kjo. Au do ta provoj thot se nuk e bën, po ju betua tha unë do ta mbaj 24 orë telefonin hapur. Ky të provon, ky nuk e ka problem, provon, nëse se bën të heq prap. Se ka provë edhe ne, edhe Shqipëria domethënë provë gjithashtu. Se kishte edhe një lëvërdi politike, në fakt se e mori nga dikush tjetër. Jo në ofro shumë, nuk është veç Dash Sula. Jo në ofro shumë, ka nivele më të vogla, jo në ofro shumë për vend pune, për diçka, jo në ofro. Duke qenë se ky PD-s po ja ha dhe unë në këmbë le të themi. I mori Dash Sulën, ka marrë dhe shumë komponentë tjerë nga PD-ja. Do të kemi besim në këtë për mendimin tim, ai PD-s ashtu e mor Partinë Demokratike në varr me vete. Sepse nuk po lejon asnjë tjetër që të vazhdoj të jetoj. 40 vjet patëm në Verhoxhën, 40 vjet nuk duhet rri më një udhëhec, është bota më demokratike Amerika për shkak. 8 vjet rri një udhëhec në drejtim. 40 vjet tani të kthehemi prapë në sistemi në Verhoxhën, vjekës. Nuk është diçka e papranueshme 40 vjet. Si spadat rreça që ke ti, spadat zore do të përgatin kemi profesor, përgatisin student, përgatisin profesor të arshëm, ti politikon përgatitë një që t'ja losh 40 vjet do ta mbash ti parti. Unë jam zot shtëpie, kryefamiljar sot. Në përdo dhe jam detyruar t'ja u lë dimve ta drejtojnë familjen, sepse është anakronike, duhet ecim me kohën. Kanë tentuar disa, por prapa ai si ka mundsi. Kanë tentuar nuk i le. Saljani për shembull. Nuk i le. Ma Saljani shkreti, po mundohet morin ai vot për vete, po nuk del dot nga kupola, jo, nga bunkeri që ka ai, dhe Saljani.